Prej kohësh, Irani ishte përpjekur të pengonte SBA-n që të bashkohej me fushatën e bombardimeve të Izraelit me kërcënime të ashpra për akmarrje. Pas bombardimeve të centraleve bërthamore nga SBA-ja në orët e para të së dielës, Irani ka kërcënuar se do të përgjigjet përmes sulmeve, por opsionet e tij janë më të kufizuara edhe pas sulmeve të Izraelit. Zyrtarët iranian ka thënë konkretisht se anijet të bazat ushtarake amerikane do të jenë në shenjestër. Këto sulme janë përqendruar në lëshuesit e raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Irani ende ka një arsenal të frikshëm raketash dhe dronesh me rreze të shkurtër veprimi. SBA-t kanë marrë masa paraprake gjatë disa javëve të fundit, duke shpërndar praninë e tyre detare në rajon dhe duke forcuar mbrojtjen ajrore, për të siguruar që të paraqesin një objektiv sa më të vështirë të jetë mundur. Për më tepër, Trump paralajmëroi për përfshirje më të gjerë të SBA-s në luftën e Izraelit, nëse Irani përpiqet të kundërsulmojë. Dhe ditët e fundit sugjeroi se një nga objektivat e bombarduesve amerikan do të ishte udhëheqësi suprem, Ayatollah Ali Khamenei. Arma tjetër kryesore e Iranit, e ndërtuar gjatë dekadave, është rrjeti i tij aleancave me milicit rajonale, i quajtur boshti i rezistencës, por edhe ai është dobësuar. Arsenali i gjerë i raketave të Hezbollahut u shkatrua nga forcat ajrore izraelite vitin e kaluar. Avionet izraelit janë rikthyer për të mbajtur nën kontroll forcën shite libaneze, duke bombarduar një rezervë të dyshuar raketash në jug të Beirutit në prill.